Shqipëria po shfaqet me shpejtësi si një zgjedhje kryesore për udhëtarët britanik që kërkojnë një përvojë pushimi të përballueshme sipas Travel and the Tour World. Me plazhet e saj të pastra, qytetet bregdetare të pastra me kulturë, vendi ofron një përzierje perfekte të relaksimit dhe eksplorimit pa kostot e larta që shoqërohen me resortet tradicionale europiane. Ndërsa pushuesit në Britaninë e Madhe u japin përparësi gjithnjë më shumë opsioneve me çmim të përballueshëm dhe destinacioneve më pak të mbushura me njerëz, Shqipëria shquhet si një perle fshehur ku vizitorët mund të shijojnë kulturën autentike lokale, peizazhet piktoreske dhe përvojat e paharrueshme larg turmave të zakonshme turistike. Edhe mes presioneve ekonomike në Britaninë e Madhe, pushimet mbeten një përparësi për 3/4 e udhëtarëve. Në të njëjtën kohë, 40% e të anketuarve identifikuan kostot e larta si pengesën kryesore për të bërë pushime. Shqipëria shquhet ndërkohë për rritjen e shpejtë të popullaritetit, duke ofruar vizitorëve plazhe të mbushura me diell, qytete bregdetare simpatike dhe resorte me çmime dukshëm më të ulta se Spanja, Italia ose Greqia. Me akomodimet e saj me çmime të përballueshme dhe përvojat e pastra, Shqipëria e ka pozicionuar veten si një opsion kryesor për ata që kërkojnë vlerë pa kompromis. Rritja e Shqipërisë pasqyron një trend më të gjerë në turizmin ndërkombëtar. Destinacionet që ofrojnë çmime të përballueshme, autenticitet dhe aventurë po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e udhëtarëve. Për pushuesit britanik, në vitin 2025, pushimet e paharrueshme nuk kërkojnë më buxhete ekstravagante. Ndërsa udhëtarët eksplorojnë destinacione të reja dhe më pak konvencionale në të gjithë Europën, Azinë Juglindore dhe Amerikën Qendrore, Shqipëria shquhet si shembulli kryesor i një vendi që ofron si çmime të përballueshme ashtu dhe pasuri. Për pushuesit që kërkojnë diell, kulturë dhe aventurë, mesazhi është i qartë. Shqipëria është vendi ku mund të shijosh udhëtime të jashtëzakonshme, duke mbajtur nën kontroll kostot, duke bërë udhëtimin me buxhet të përballueshëm, si emocionues ashtu edhe shpërblyes.